Mirësit dalin nga xhamia. Ajo që mësohet brenda saj nuk mbetet vetëm në fjalë, por shfaqet në veprime. Xhamia është vendi ku zemra pastrohet, kur njeriu kujton përgjegjësinë e tij ndaj Zotit dhe ndaj krijesave të tij. Kur besimtari del nga xhamia, ai nuk merr me vete vetëm qetësinë, por edhe mësimin për të qenë i mëshirshëm. Kjo mëshirë shfaqet menjëherë në kujdesin ndaj një kafshë të etur, sepse Islami e mëson se mëshira nuk kufizohet vetëm tek njerëzit, por përfshin çdo krijesë. Një veprim i vogël, si dhënia e ujit, është dëshmia e një zemre që është edukuar me ndjenjën e dëmshurisë dhe përgjegjësisë. Kjo mirësi vazhdon në rrugë, përmes respektit dhe përshëndetjes ndaj të tjerëve. Një buzëqeshje dhe një përshëndetje janë shenja të një shoqërie të shëndosh, ku njerëzit respektojnë dhe vlerësojnë njëri tjetrin. Kujdesi për shëndetin, përmes aktivitetit fizik si vrapimi, është gjithashtu një vlerë që Islami e promovon, sepse trupi është amanet dhe duhet të ruajtur me përgjegjësi. Ajo që është mësuar brenda xhamisë reflektohet në sjelljen e përditshme, duke treguar se besimi nuk është vetëm adhurim, por edhe moral dhe karakter. Në të njëjtën kohë, lidhja me Kur'anin mbetet burimi kryesor i udhëzimit. Leximi i tij forcon ndërgjegjen dhe e kujton besimtarin për detyrën e tij që të jetë i dobishëm për të tjerët. Ai që udhëzohet nga fjala e Zotit e gjen veten më të gatshëm për të ndihmuar dhe për të vepruar me drejtësi. Kjo frym e mirësisë shfaqet edhe në ndihmën ndaj atij që gjendet në vështirësi, ndihma ndaj një personi në nevojë, pa pritur asgjë si shpërblim. Është dëshmi e solidaritetit dhe vllazërisë që Islami e mëson, duke e bërë besimtarin të ndjejë përgjegjësi jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët. Ky veprim forcon lidhjet mes njerëzve dhe krijon një shoqëri ku mbizotron mirëkuptimi dhe përkrahje reciproke. Po ashtu, respekti ndaj të moshuarve është një vlerë e rëndësishme, sepse ata përvaqësojnë përvojën, sakrificën dhe dinjitetin e një jete të tërë. Ndihma ndaj tyre është shenjë e edukatës, e mirënjohjes dhe ndërgjegjes së lartë morale, duke treguar se një shoqëri që respekton të moshuarit është një shoqëri që ruan vlerët e saj më të larta. Dhe kjo mirësi vazhdon me mëshirën ndaj fëmijëve, përmes një gjesti të vogël bujarie, duke treguar se zemra që është e lidhur me besimin është gjithmonë e gatshme të japë dhe të ndajë me të tjerët. Dhe në fund, kjo rrugë e mirësisë përmbushet me dhënien e sadakas ndaj atij që ka nevojë. Sadakaja është një nga shprehjet më të larta të solidaritetit dhe kujdesit për shoqërinë. Ajo tregon se besimtari është i vetëdijshëm për përgjegjësinë e tij dhe nuk e harron atë që është në vështirësi. Dhe kështu mirësia që filloi nga xhamia vazhdon të përhapet në shoqëri, nga një person tek tjetri, duke dëshmuar se Ramazani është muaji që e forcon besimin, e pastron zemrën dhe e udhëzon njeriu drejt mëshirës, respektit dhe ndihmës ndaj të tjerëve.